që mund të them është se Edi Rama pas Maduros sot është i vetmi kryeministër i dokumentuar me lidhje direkte me organizatat narkoterroriste shqiptare dhe botërore. Faleminderit. Zotë Berisha dhe një kamerë për TV. Unë do të ndalem tek ajo që mund cilësohet kryefjalë e ngjarjeve politike. Kryefjalë është Aruba. Më fale, tani që zonja Malu, unë do u përgjigjem zonjë. Por ama të shpallim kryefjalë në mos shpallim kryefjalë dhe kryedram në një moment kur paraqiten interceptime, jo më hipoteza, por regjistrime telefonike, që qeveritarët të këtij vendi shkojnë me charter, fluturojnë 13.000 milje nga Tirana për të takuar me përfaqësuesit e klaneve kriminale dhe tashmë kjo nuk është kronik e gazetave apo e portaleve të vendit, por është dosje e antimafjes italiane, e cila, thot autori, fshihet në thellësit më të mëdha. Politike shëja, pa diskutim. Por autori thot, ndodhet edhe në shërbime tjera. Unë u bëj thirrje. I bëj thirrje Aleancës Atlantikut Veriut. Të ndalet sepse një kryeministër i vendi antar që vend qeverinë në dispozicion dhe negocion me grupet terroriste, narkoterroriste ndërkombëtar është rrezik për NATO-n. Unë i bëj thirrje Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian, me urgjencë të marrin dosjen Aruba, sepse aty qëndron çelësi i të gjithë veprimtarisë kriminale të Edi Ramës dhe organizatës që ai kryeson. Sepse aty qëndron mekanizmi, zbulohet mekanizmi, si u ndërtuar narkoshteti i parë dhe i vetëm në Shqipëri, në Europë. Prandaj ju lutem, nuk mund të ketë kryefjalë, nuk mund të ketë çështje më madhore. A imagjinoni ju që po të mos ishte kontroll mbi mediat, kontrolli qeveritar mbi mediat, sot të gjitha mediat e vendit do të ishin hapur me germa kapitale. Edi Rama bashkëpunëtori i organizatave terroriste. Ku janë këta tituj? Dhe unë detyrohem të vi pikërisht për të kundërvur censurës të mërshme të qeverisë ndaj këtyre lajmeve. Apo bën lajm kjo? Imagjinoni, kryeministri dhe qeveria akuzohen kanë udhëtuar 13.000 kilometra në Aruba, përtej Venezuelës, deri Venezuelës, për të takuar me kë thuhet ti? Me klanet më të rrezikshme të drogës të Shqipërisë, Europës dhe botës. A ishin ti, mund të më thuash mua pse nuk, a ishin në avion edhe Toplin, Çelaj, Skopje me radhë. Ato nuk i di, po aty thot ministra, thot qeveritar, thot nuk dihet nëse ishte apo Rama. Në gjo. Kur ai e shton suspekt, unë ju garantoj që
e kam pyet datër disa herë Ramën, edhe në parlament. Dhe thuaj, ke qenë në Aruba apo nuk ke qenë? A ju kujtohet ju, më falni, një status, një denoncim në Facebook timin, kur e paraqet Ramën në Amsterdam, në aeroport në Rotterdamit, aeroport në Amsterdamit, i rrethuar me policë vetëm, casual, po, e ke një status, udhëtimi më mistik, a u nis me atë rast Rama në Aruba apo jo, unë nuk mund të them, se s'mund të, po kjo është e vërtet, prandaj, unë dalë këtu, për të thënë të vërteta të cilat tjerë t'i fshehi, thash sot media, po të mbronin interesin publik të shqiptarëve do të kishin kryetituj. Edi Rama i lidhur me organizatat narkoterrorizmin ndërkombëtar, shqiptar ndërkombëtar. Nuk janë. Po. Pyetja ime është, për të mos i quajtur kryefjalë ngjarjeve politike në vend, jo shumë larg nga këtu, në godinën qeveritare, Edi Rama ka mbledhur Këshillin e Ministrave për të shkarkuar ose për të pranuar propozimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës për shkarkimin e Erion Veliajt. Ju vetë një konferencë më herët keni deklaruar se Partia Demokratike do të dalë apo dëshiron që të dalë me një kandidat që të përfshi të gjithë partitë aleate. A i keni nisur ju, zoti Berisha, negociatat me aleatët dhe mund të na thoni cilët prej aleatëve nëse i keni nisur, keni thirrur, pra do të synoni të keni një kandidat vetëm aleatët që janë bashkuar më herët Partisë Demokratike, apo edhe partitë e reja? Unë jam këtu për të thënë të vërtetën shqiptarëve, për ato që ndodhin. Ju përmend ti mbledhjes Këshillit të Ministrave. A e dini ju ç'po bëhet? Unë kam denoncuar